Një nga momentet më të rëndësishme në jetën e një gruaje, ose më saktë më kritike do thoja, është ai i menopauzës. Shumica e lidhin menopauzën thjesht me mbylljen e ciklit riprodhues, por është më shumë se kaq, sepse ndryshimet hormonale, për shembull rënja e niveleve të estrogjenit, shoqërohet dhe me probleme të tjera shëndetësore. Është ajo periudhë kritike që mund të vendosë fatin për zhvillimin e shumë sëmundjeve kronike të një gruaje më vonë. Problemet të ndryshme me rënjen e estrogjenit dhe ndryshimet hormonale lidhen për shembull me rënjen e masës muskulore, me shtimin në peshë, madje edhe nëse nuk ndryshojmë asnjë gjë nga regjimi ushqimor, ne mund të shtojmë peshë nga këto ndryshime. Me rënje të densitetit kockor që mund të sjellë dhe osteoporozën më vonë, me probleme metabolike që sjellin diabetin, që sjellin rezistencën ndaj insulinës, madje edhe sëmundje kardiovaskulare. Prandaj, kjo periudhë, madje më përpara që në perimenopauzë, është shumë e rëndësishme që ne të marrim hapat e dur për të kaluar këtë periudhë sa më mirë të themi, për të parandaluar këto sëmundje. Nuk përmenda në fakt dhe problemet që vinë dhe me ndryshime të shëndetit të trurit, me atë mjegullën e trurit të themi, ato problemet me përqendrimin, me kujtesën që fillojnë të shfaqen dhe në këtë moment. Prandaj sot dua të ndaj me ju 3 këshilla, 3 hapa shumë të rëndësishëm që duhet të ndërmerrni madje që në perimenopauzë për të qenë më të shëndetshëm. E para fare është stërvitja me rezistencë. Mund të jenë pesha, mund të jetë pesha e trupit, shumë e rëndësishme për të mbajtur masën muskulore dhe atë të kockave. E dyta, regjimi ushqimor shumë i shëndetshëm, fokusohemi tek proteina, pra duhet të kemi 1.2 deri 1.6 gram proteina për kilogram të masës së trupit. Do anoja tek Ana Mellar, pra 1.5-1.6 në këtë periudhë kritike. Dhe e treta, suplementimi me suplementet që ne na mbështesin, si kreatina që është shumë e nevojshme në këtë periudhë, vaj i peshkut, omega 3, vitamina D dhe një multivitamin. Kreatina është një nga suplementet më të rëndësishme gjatë periudhës së menopauzës. Kreatina vetë përdoret si burim i shpejtë energjie, si një rezervë energjie nga muskujt dhe truri, shumë i rëndësishëm pra për muskujt dhe për trurin, për të mbajtur masën muskulore, për të mbajtur masën e kockave dhe gjithashtu për funksionin e trurit. Duhet kemi parasysh që në periudhën e menopauzës ndryshimet hormonale sjellin dhe një rënje të masës muskulore, një rënje të densitetit kockor dhe luhatje të humorit, konfuzion, një mjegull të trurit. Dhe të gjitha këto ne mund t'i përmirësojmë duke pasur parasysh pra këtë suplementim me kreatinë. Kreatina është një nga suplementet më të studiuara. Në përgjithësi rekomandohen 3 deri në 5 gram në ditë, por është treguar së fundmi që në studime që edhe një dozë më e lartë, madje deri në 10 gram, është e nevojshme për të përfituar truri më shumë, sepse muskujt janë më lakmitar dhe deri në doza 3 deri në 5 gram, shumica e kreatinës mund përdoret nga muskujt. Prandaj për të arritur dhe një efekt dhe në tru, ne duhet të kemi parasysh dhe doza të tjera më të larta, pra deri në 10 gram është e sigurt. Shumë e rëndësishme, në fakt dua ta theksoj që efekti i kreatinës është shumë më i madh dhe më i fuqishëm nëse shoqërohet me stërvitje me rezistencë, pra me pesha apo me peshën tonë të trupit. Shumë e rëndësishme sepse kreatina i jep muskujve atë energjinë e dur, forcën e dur për të qenë pra sa më efikas për të kryer pra këto ushtrime pra me rezistencë. Pra shumë e rëndësishme të shoqërohen bashkë. Një suplement tjetër shumë i rëndësishëm gjatë periudhës së menopauzës është dhe omega 3 vaj i peshkut, pra EPA dhe DHA. Duhet kemi parasysh që ndryshimet hormonale që vinë në këtë periudhë shoqërohen dhe me një rritje të inflamacionit dhe të neuroinflamacionit, pra të inflamacionit në tru. Ne të gjithë kemi inflamacion, por në këtë periudhë dallohet pra një rritje më e madhe. Prandaj omega 3 është jashtëzakonisht e rëndësishme sepse është treguar që ndihmon pra për uljen e inflamacionit, për të na mbrojtur qoftë nga sëmundjet kronike që lidhen me ndryshime metabolike, por dhe për sëmundjet që lidhen me trurin, si për shembull demenca dhe Alzheimer. Pra është një periudhë kritike që ne duhet të fokusohemi në këtë periudhë. Do më rekomandoja 1.6 ose 1.5 më saktë deri në 2 gram në ditë EPA dhe DHA. Një suplement tjetër shumë i rëndësishëm është edhe vitamina D. Vitamina D, nëse ne nuk kemi nevojë për të suplementuar, në fakt nuk do thoja suplement, sa do thoja vetë vitamina D, sepse ka njerëz që nuk kanë nevojë për suplementim nëse kanë një nivel 40 deri në 60, që është një nivel optimal, por nëse e keni më të ulët, pra duhet të konsideroni duke ditur dhe nivelet në bazë të testit tuaj suplementimin me vitaminën D, shumë e rëndësishëm. Madje vitamina D shoqëruar dhe me omega 3 është shumë e rëndësishme sepse omega 3 vetë duke qenë një yndyrë të themi, rrit dhe përthithjen e vitaminës D që është e tretshme në yndyrë. Shumë e rëndësishme gjithashtu është dhe multivitamina në çdo moshë, por po flasim për menopauzën dhe është shumë e rëndësishme dhe në këtë periudhë. Multivitamina
duhet fokusohemi te një multivitamin që i përshtatet pra dhe kësaj moshe, që ka një nivel për shembull të lartë të vitaminave B, që gjithashtu ndihmojnë tek funksioni i trurit, por gjithashtu vinë të pasura edhe me vitaminën E, që është një antioksidant, vitamina A dhe shumë elemente të tjerë dhe minerale që i shtohen kësaj multivitamine. Pra shumë e rëndësishme të konsiderojmë dhe këtë multivitamin. E kam theksuar edhe më përpara që është treguar që një multivitamin cilësore ndikon në mbrojtje ndaj shumë sëmundjeve, duke përfshirë këtu dhe probleme me trurin, kujtesën. Prandaj duhet të fillojmë sa më parë. Të gjitha këto suplemente janë shumë të rëndësishme gjatë menopauzës. Sport, mos harroj më kryesore që janë regjimi ushqimor i shëndetshëm, i pasur me yndyrna të shëndetshme, i pasur me fibra, me frutat, me perimet dhe dua të theksoj proteinat. Pra proteinat duhet të jetë 1,2 deri në 1,6, të kalojmë pa nga ana më e lartë, 1,5 1,6 gram në ditë për të mbajtur për kilogram të trupit, pra për të mbajtur masën tonë muskulore. Shumë e rëndësishme gjithashtu aktiviteti fizik dhe stërvitja me rezistencë, pra me peshat e trupit apo me pesha në palestër apo në shtëpi që ne mund të kemi. Lëvizja për të mbajtur sa më të shëndetshëm edhe trurin dhe aktiviteti shoqëror, nëse ka mundësi të kryejmë këto aktivitete dhe në praninë e miqve tanë, të familjarëve tanë, sepse është shumë e rëndësishme edhe kjo për të luftuar edhe atë rrezikun për depresion, për ndryshimet që vijnë gjatë kësaj faze dhe për të mbajtur më të shëndetshëm dhe shëndetin e trurit dhe cilësinë e jetës në përgjithësi.